Përshëndetje të gjithëve. Sot është tema si t'i rrisim fëmijët pa duhan. Është një temë shumë e rëndësishme, meqense sot është 31 maj dhe është dita ndërkombëtare e duhanit, ne donim që të reflektonim sadopak për këtë temë. Pirja e duhanit dhe përdorimi i duhanit mbetet rrezikjet kryesore dhe serioze për shëndetin për të gjitha moshat. Po duke prekur në fakt miliona individ në mbar botën, por sidomos përfshin të rinjt. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, më 8 milion njerëz në vit vdesin nga duhani dhe 1.3 milion janë vdesin nga tymi duhani, pra që janë pasiv, nuk janë duhanpirës, por nga që qëndrojnë pranë njerëzve duhanpirës, edhe ata e pësojnë. Sipas Organizatës Botërore pra të Shëndetit, gjithmonë këto statistikat. Qeveritë dhe shkollat punojnë për të edukuar fëmijët mbi rrezikjet e duhanit, por në fakt prindërit kanë ndikimin më të madh në vendimet e fëmijëve të tyre për përdorimin e duhanit. Si prind, ju keni fuqinë për të formuar mendësinë e fëmijës tuaj rreth duhanit, për t'i dhënë udhëzimet e duhur dhe për t'i ndihmuar të çlirohen nga varësia ndaj duhanit, nëse tashmë kanë filluar. Në këtë udhëzues pra sot, do të eksplorojmë strategji efektive, teknika komunikimi dhe masa mbështetëse që prindërit mund të përdorin për të mbrojtur fëmijët e tyre nga duhani ose për t'i ndihmuar ata që ta lëjnë duhanin. Si fillime duhet të fillojmë bisedat herët me fëmijët tanë, para se të shfaqet tundimi për duhanin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Shumë prindër presin derisa fëmia e tyre të ekspozohet ndaj duhanit për të diskutuar rreth rreziqeve, por parandalimi fillon shumë përpara. Shumë përpara se të shfaqet presioni bashkëmoshatarëve. Prandaj është shumë e rëndësishme që të flasim përpara me fëmijët. Shumë përpara, madje ku janë edhe në barkun e nënës, edhe ku janë foshnja, edhe ku janë 1 vjeç, 2 vjeç, 3 vjeç, që të ngulitet në mënyrë të pavetdijshme. Dhe të t'i flisni, edhe kur fillojnë ata që të fillojnë të flasin, pra ju si prindër duhet të flisni hapur për duhanin kur fëmia juaj është i vogël, pra. Shpjegoni çfarë është pirja e duhanit dhe pse njerëzit e bëjnë atë. Përdorni shembuj real. Nëse dikush në familje tuaj pi duhan, për shembull, diskutoni pasojat shëndetësore që ka përjetuar. Bëni pyetje në vend që të mbani leksione. Pra ju e dini që metoda më e mirë që njeriu mund të mësojë është duke bërë pyetje. Për shembull, mund të pyesni, çfarë di ti për pirjen e duhanit? Ose a mendon se duhani ndihmon njerëzit të relaksohen? Dhe kjo është shumë e rëndësishme që shumë njerëz mendojnë që duhani është relaksues, është ngushëllues dhe është gjithashtu jep kënaqësi pra kur pijnë, kur pasin drekë, pas diçka, por në fakt duhet të mësohet që kjo nuk është e vërtetë. Duhani është i dëmshëm. Dhe ne duhet të fillojmë pra të mësojmë fëmijëve duhanin. Çfarë duhet të mësojmë? Pra çfarë duhet të mësojmë fëmijët nga prindrit? Pirja e duhanit është shumë varësuese, pra. Ajo të bën të varur, të mban të varur, dhe është shumë e vështirë të heqësh dorë pasaj. Pasi filloni, është e vështirë ta ndaloni duhanin. Po është e vështirë, po jo e pamundur, okay? Duhani përmban kimikate të dëmshme. Këtë ne mund t'ia mësojmë fëmijët tanë duke folur për nikotinën, katranin dhe monoksidin e karbonit.
e të tjera, pra që ka kimikate të dëmshme, që dëmtojnë trurin, trupin, zemrën, e gjitha mushkrit e shumë gjëra tjera, pra. Pirja e duhanit dëmton pra mushkrit, dhe këto duhet t'ja themi fëmijëve që të vegjël, pirja e duhanit pra dëmton mushkrit, zemrën dhe trurin, duke çuar në probleme serioze shëndetësore. Dhe ne duhet t'ja themi fëmijëve që 4 vjeç, 5 vjeç, 6 vjeç, 7 vjeç, 10 vjeç, ja përsëritim gjithkohës. Personalisht unë kështu kam bërë fëmijët të mi që ja përsëritja gjithkohës, ata në fillim nuk kuptonin ba qa është dua se kemi den, qa po thua. Edhe pasaj unë e përsërisja, po një ditë të bukur djali im 9 vjeç më pyeti ba, po pse dalë në rrugë shumë njerëz pin duan? Po duhan është i dëmshëm, tha, po pse pinë ata? Po ti e ke shumë të drejtë, thashun, është i dëmshëm. Por njerëzit kanë lirin e zgjedhjes, çfarë të bëjmë? Me zor nuk i bëjmë. Po ti ke zgjedhur sakt. Ti ke zgjedhur dhe unë shpresoj dhe i lutem Zotit dhe të inkurajoj që ti të mos pish duan asnjëherë në jetën tënde, sepse edhe pastaj vazhdon të dëmton mushkrit, dëmton zemrën, dëmton trurin. Se qa ndodh që lizat e trurit po dëmtuan, ato nuk ri për të rjenë më, ti ke probleme me përqendrimin, me kujtesën, e tjera me radhë, filloj me djalin tim 9 vjeç dhe gjersa pra duhet bërë për para se të vinë hormonet, ku vinë 13-14 vjeç, 15 vjeç, adoleshent, pasaj është i qikë, ju e dini që adoleshenca është e vështirë dhe a pasaj është e vështirë pra që të bindet për të gjë, por nëse ne kemi punuar më para me fëmijët tanë që në moshën kur ai 2 vjeç, 3 vjeç, 5 vjeç, 7 vjeç, 9 vjeç, 10 vjeç, 12 vjeç, ku e përsëri gjithkohë, çdo 2 vjeç, çdo 1 vit, çdo 2-3 vjet, pastaj në adoleshencë kemi shumë shanse, besoj unë, që fëmija do të thotë jo duhanit. Prandaj dhe kjo është, pra duhet fillojmë bisedat herët me fëmijët që të kuptojnë rreziqet përpara se të përballen me një situatë ku mund të tundohen dhe të provojnë duhanin. Por gjithashtu një mënyrë tjetër është shumë e rëndësishme, është që ne duhet të japim një shembull të fortë, pra të udhëheqim me veprime, jo vetëm me fjalë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Fëmijët shpesh imitojnë zakonet e prindërve të tyre. Kështu që një nga mënyrat më efektive për t'i parandaluar ata nga pirja e duhanit është që ne të mos pim vetë. Ka që thjesht, pra që ne të japim shembullin që të mos pim vetë dhe fëmijët të shikojnë pra nga shembulli jonë, të mësojnë nga shembulli ynë që ne nuk e pim edhe ata s'kam pse të pim duhanin, pra kjo është shumë e rëndësishme. Pra, por nëse pini duhan, përpiquni ta lini. Okay? Kjo tregon një mesazh të fuqishëm se duhani është i dëmshëm dhe nëse ju e lini, fëmija e kupton që vërtet është i dëmshëm, babai e la edhe ka seriozisht, ku më thotë dhe mua që mos e pi e tjetër me rapa. Ose nëna, okay? Se mora shumë i babai, po okay. Mos pini duhan pranë fëmijëve tuaj. Ekspozimi ndaj tymit të duhanit dhe rrit rrezikun e problemeve respiratore, pra që ju e dini këtë gjë. Gjithashtu inkurajoni zgjedhje të shëndetshme. Tregojnë atyre se një jetë pa duhan sjell mirëqenie më të mirë. Edhe nëse e lini duhanin vonë, vendimi juaj mund të ndikojë pozitivisht tek fëmija juaj. Tregojuni se lënia është e mundur dhe se ata gjithmonë mund të bëjnë zgjedhje të forta për shëndetin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Promosoni si ti përballojmë pra presionin e bashkëmoshatarëve. Kjo është shumë e rëndësishme. Siç u thash, ne do ta fillojmë t'i themi fëmijëve që në moshën e vogël, 4-5 vjeç, madje që në foshnjë pse jo, që mund t'i flasë, ai nuk ka pse, por ne mund t'i themi që të thuash jo për të bërë detaje, në ku është shumë i vogël, po për t'i thënë unë personalisht këtë e kam bërë me fëmijët e mi, që të vegjël 3-4 vjeç, 5 vjeç, t'i themi jo duhanit, alkoolit, drogës.
edhe gjithçka e përsëritje të 1 herë, 2 herë, 3 herë dhe pastaj sa fëmijët filluan kur në moshën 6, 7 vjeç, 8 vjeç, po çfarë është droga, çfarë është duhan, çfarë është alkooli, nëse dim pse na thu jo bab, kënon. Atëra, okay, dhe unë i them, jam shumë i gëzuar që më pyesni, tani ja u tregoj unë pse siç është tek dhe filloi dhe flasim. Por shumë fëmijë fillojnë pi duan për shkak të presionit të bashkëmoshatarëve. Dhe ne e dim këtë gjë, pra, ata nuk duan të ndihen të përjashtuar ose të duken jo të ftohtë. Prindit mund të ndihmojnë duke i mësuar fëmijët si të rezistojnë presionin për të pirë duhan. Për shembull, unë i them gjithmonë edhe fëmijës tim, unë i kam thënë që ti mund të thuash shokëve të tu që ti je sportist, edhe sportistët nuk pijnë duhan, as alkool, as drogë, sepse janë sportistë, bëjnë ushtrime fizike, etj. Për shembull, dhe kjo është një variantë se si ju mund t'i thoni pra fëmijëve të tuaj, pra që të jepni shkak, të jepni arsye dhe argumenta, dhe të jepni shembuj dhe çfarë t'i thoni që fëmijët që ju mund t'i thoni shoqërisë tuaj që jo, nuk kam nevojë për të pirë duhan, jam mirë kështu, jam në rregull, jam i shëndetshëm, s'kam nevojë. Kupton, dhe në këtë pikë është shumë e rëndësishme. Po gjithashtu ne duhet të kemi strategji për të ndihmuar fëmijët të i thonë jo prandaj duhanit. Praktikoni për shembull fraza refuzuese, si jo faleminderit, nuk pi duhan, ose preferoj të qëndroj i shëndetshëm. Pa këto mësoni fëmijët të thonë jo, është shumë e rëndësishme, është jashtëzakonisht e rëndësishme, sidomos ndaj drogave, duhanit, alkoolit, të deurit, pra mësoni fëmijët që të thonë jo, nuk pi duhan, preferoj të jetoj dhe të jemi shëndetshëm. Mësoni vetbesimin fëmijën, ndihmoni të kuptojnë se vetbesimi i vërtet vjen nga zgjedhjet e zgjuara, jo nga ndjekja e turmës. Pra ne të mësojmë fëmijët që të mos ndjekin turma, po të kenë një vetbesim, të kenë një vetvlerësim, një vetbesim të fortë dhe kenë bëjnë zgjedhje të zgjuara. Gjithashtu të inkurajojmë pra misi pozitive, të rrethohen me bashkëmoshatarë që respektojnë zgjedhjet e tyre, do ta zvoglonin presionin, okay? Pra ne e dim se nëse shoqëria e tyre është e mirë, shoqëria nuk pi duhan, që ata nuk kenë probleme, nuk do kenë presion për duhanin, pra një fëmijë që është i përgatitur për presionin e bashkëmoshatarëve është shumë pak i prirur të dorëzohet nga presioni i bashkëmoshatarëve në adoleshencë. Që do ketë presion të ndihmë do ketë. Ne e dim të gjë, po t'i përgatisi fëmijët tanë që të dalin banë dhe t'i thonë jo këtij presionit, atë mund të jenë të suksesshëm dhe mund mos ndodhi para pirja e duhanit. Por ne gjithashtu ne duhet t'i edukojmë fëmijët mbi rreziqet shkencore të pirjes së duhanit. Pra ku vjen një moshë që ata të pyesin të shumë fëmijët që pse, si qysh tek, atëre ju mund të thoni, okay, tani erdhi mosha, për shembull kam djalin tim 11 vjeç, 12 vjeç, e më pyet gjithmonë po pse si ndodh, atëherë unë filloj dhe ai ka shumë qejf, fakte zbavice, më thot mua, më jep disa fakte tjera dhe unë filloj, okay, fakte zbavice, kam dhe unë ca gjëra shkencore për dëmet e duhanit, edhe filloj them. Por që duhet të i bëjmë, pra të japim përgjigje pyetjes që pse është rëndësishme që ne të mos pijmë duhan, pra se pirja e duhanit nuk është thjesht një zakon i keq, është një rrezik serioz për shëndetin, që ndikon tek të rinjt fizikisht, mendërisht dhe shoqërisht. Sa më herët të filloj dikush të pijë duhan, aq më vështirë bëhet lënia e tij dhe aq më i madh është dëmi afatgjatë. Duke edukuar fëmijët dhe adoleshentët mbi këto fakte shkencore, prindërit dhe mësuesit mund të parandalojnë fillimin e pirjes së duhanit dhe të mbështesin atë që duan ta lënë. Ndihmimi i fëmijëve për të kuptuar përsojat reale të përdorimit të duhanit mund t'i bëjë ata të mendojnë 2 herë përpara se ta provojnë. Pra është shumë e rëndësishme që ne fëmijëve
të edukojmë shkencërisht, për shembull duhani dëmton mushkrit, zemrën, dëmton trurin, e gjithçka duhani pra 8 milion njerëz vdesin në ditë, në vit pra në gjithë botën, dhe pastaj duhani do të shkurton 10 vjet jetën. Nëse ti e le duhanin, ti ke më shumë shanse që të jetosh 10 vjet më shumë se sa kur e pi duhanin. Pra këtu janë fakte shkencore që janë marrë nga organizata botërore e shëndetit. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që ne ti edukojmë fëmijët tanë, pra të edukojmë fëmijët tanë për fakte shkencore të duhanit, pra. Sepse ata ka nevojë për këto fakte shkencore, për të kuptuar vërtet rrezikët e duhanit. Prindin mund të përdorin kërkime për të treguar fëmijëve pse duhani është i dëmshëm. Pra, ku është fëmija i vogël, okay, i thoni jo duhani, jo alkooli, jo drogës. Por pasaj ku fëmija rritet, pasaj du të japësh fakte shkencore. Nuk mund të thuash thjesht jo, se fëmijët thonë po ba, okay, jo, po pse jo? Edhe kështu që ne duhet të edukojmë ata. Pra pire duhanit në moshë të re çon në varësi pra pothuajse të përjeshme. 87% të rriturve që pinë duhan çdo ditë kanë filluar para moshës 18 vjeç dhe 95% para moshës 21 vjeç. Pra të rinj që fillojnë të pinë duhan kanë më shumë gjasa të zhvillojnë varësinë e të rëndë krahasuar me ata që fillojnë më vonë. Shumë adoleshentë që pinë duhanin, duan ta lënë, por luftojnë për shkak të varësisë ndaj nikotinës, dhe është e vështirë. Duhani dëmton rritjen dhe funksionimin e mushkrive. Okej, tani po them disa fakte shkencore bazuar nga organizata botërore e shëndetit për duhanin që ne mund t'ia themi adoleshentëve tanë. Do preferoja në mosha 12, 11, 13 vjeç para hormone, se pasaj nuk na dëgjojnë më në përgjithësi, po në këtë moshë 10, 13 vjeç kemi shanse që t'i flasim edhe si prindër fëmijëve tanë. Pra duhani dëmton rritjen dhe funksionimin e mushkrive. Pire duhani gjatë adoleshencës pengon rritjen e mushkrive, duke shkaktuar dëmtime të përhershme. Adoleshentët që pinë duhan përjetojnë më shumë sëmundje respiratore, duke përfshirë bronkitin dhe astmën. Pirja e duhanit ul aftësitë fizike, duke bërë më të vështirë performancën në sporte dhe aktivitete fizike. Pra është shumë e rëndësishme. Unë personalisht dikur unë kam provuar duhanin në moshën në 16 vjeç, që në fund viteve 80, besoj, 15 vjeç, 16 vjeç, diçka e tillë. Dhe nuk është se kam provuar, nuk e fusa në bark, me thonë thjesht kot njerë, 2 herë, pra në këtë pikë qa bëja atë, kishin paketa partizane në kohën e komunizmit, dhe ja merra babait paketa partizane dhe e shëndaja me shoqërinë time, gjithë ishin 15 vjeça, 14 deri 16 vjeç. Ndaja me shoqërinë time paketa partizane, dhe unë diesha mirë që okay, po furnizoja shoqërinë, edhe jam i pranuar në shoqëri, e në këtë pikë, pa e prova 2-3 herë duhanin për i farë kohë, disa javore, nuk shumë gjatë, por pasaj nënat si që janë shumë të zgjuar e kuptojnë, i ditë të bukur nëna ime më thot urt e but, nuk më thot që tipi duhan e gjithçka me të bërtita, po më thot Gendi, besoj që ti e di që ke vuajtur nga astma ku i qenë i vogël, edhe kemi vuajtur shumë, dhe të ti e gjallë jemi shumë falenderues Zotit në këtë pikë, dhe nuk besoj që duhet kesh kujdes pra me pirën e duhanit, gjithçka. Ai ma tha shumë qetë, dhe unë sot e kësa dite nuk e di që vërtet a e kuptoj që unë pija duhan apo jo, por gjithsesi ajo mua më preku si fëmijë, dhe unë që natë hoqa dorë nga duhani, por shoku im i fëmirisë, sot e sa dite ai nuk e heq dorë nga duhani, dhe mu më vjen shumë keq se unë isha shty si parë që jepja paketat e babait, por kur dëgjova fjalët e nënës që më tha që hiq dorë, mos më kujdesu për mushkrit, ti ke vuajtur nga astma,
e vendosa që të mos vazhdoja të pija duhan. Është shumë e rëndësishme që t'i flasim urtë e butë fëmijët tanë, pa të bërtitura, pa gjë t'i flasim edhe t'i themi për faktet shkencore, edhe për gjithçka që bën duhane, pra ato që ne i dim. Po gjithashtu, nikotina dëmton trurin në zhvillim. Dhe kjo është një fakt tjetër shkencor, pra truri vazhdon të zhvillohet deri në moshën 25 vjeç. Dhe nikotina ndërhyn në funksionin e tij. Varësia ndaj nikotinës ndryshon strukturën e trurit, duke bërë më të vështirë lënë e duhanit më vonë. Adoleshentët që pinë duhan kanë më shumë gjasa të kenë probleme me kujtesa, përqendrimin dhe kontrollin e impulseve. Pra dhe kjo është shumë si një fakt tjetër shkencor. Po gjithashtu fakti tjetër është tymi duhanit dëmton edhe ata që nuk e pinë, dhe kjo është për të ardhur keq për ata që nuk e pinë, po që ndojnë pranë shoqërive të tyre. Edhe të gjithë ne kemi përjetuar këtë, edhe unë personalisht shkoja me miqtë e mi, shikoni futboll në kafene para shumë vitesh, 10 vjetësh, 12 vjetësh, edhe mbyteshe me tym gjithë pinin duhan, edhe unë nuk e duroj dot se këtë përgjithësi kisha probleme llafe, edhe poria për shkak për të parë një ndeshje futbolli. Por kur qeveria vendosi mos ketë më pire duhane në për kafenea, ishte dita më e lumtur për mua, se mund të shikoja futboll në shoqërinë pa pirë duhan, shokët edhe mia, por shokët e mi, por gjithashtu edhe pa thithur unë tymin e duhanit. Edhe ishte ditë, sepse, si që thamë, të tymi duhanit prana, tymi duhanit 1.3 milion jo duhan pirës vdesin çdo vit për shkak të ekspozimit ndaj tymit duhanit. Fëmijët ekspozuar ndaj tymit të duhanit kanë rrezik më të lartë për astmën, infeksione të mushkrive dhe infeksione të veshit. Edhe ekspozimi i shkurtër ndaj tymit të duhanit mund të dëmtojë enët e gjakut dhe të rrisë rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Po gjithashtu ka i fakt tjetër shkencor që pirja e duhanit rrit rrezikun e përdorimit të substancave të tjera. Adoleshentët që pinë duhan kanë më shumë gjasa të eksperimentojnë me alkoolin, drogën dhe sjellje tjera të rrezikshme. Studimet tregojnë se pirja e duhanit ul vetë kontrollin, duke e bërë më të lehtë zhvillimin e varësive të tjera. Shumë të rinj që pinë duhan luftojnë me probleme të shëndetit mendor, duke përfshirë ankthin dhe depresionin. Pra gjitha këto fakte shkencore nga organizata botërore e shëndetit ne mund të mësojmë fëmijëve tanë, adoleshentëve tanë të hershëm, pra në mosha 12-13 vjeç, besoj, po edhe më vonë 18-20 vjeç mund t'i flasim kur na bëjnë pyetje gjithkohës që pse jeni kaq kundër duhanit, sepse fakte shkencore. Fakte shkencore. Shkenca na thotë që është duhani është i dëmshëm. Gjithashtu dhe kompanitë e duhanit synojnë të rinë. Nuk e dim këtë gjë, kompanitë e duhanit përdorin produkte me shije për të bërë pirjen e duhanit më të rrezikshme për adoleshentët. Ka me cigare elektronike, ka me gjëra me forma të tjera, por edhe këto janë të dëmshme. Filmat dhe rrjetet sociale shpesh e glamorizojnë pirjen e duhanit duke rritur mundësinë që të rinjt ta provojnë. Studimet e ndryshme tregojnë që se adoleshentët të ekspozuar ndaj duhanit në filma kanë 2.6 herë më shumë gjasa të fillojnë të pinë duhan. Dhe gjithashtu një fakt tjetër shkencor është që pirja e duhanit gjatë shtatënisë dëmton foshnjat, dhe ju këtë e dini besoj, po ne na duhet që ta përmendim. Pra nënat adoleshente që pinë duhan rrisin rrezikun e lindjes së parakohshme, peshës së ulët të foshnjës dhe problemeve shëndetësore të foshnjës. Po jo vetëm nënat adoleshente, pa edhe nënat jo adoleshente, pra duhani është i dëmshëm për foshën. Ekspozimi ndaj nikotinës në mitër mund të çojë në vështirësi në të nxënë dhe probleme të sjelljes tek fëmijët. Pra që këtu pra ne do shikojmë pra që fëmijët mund të kenë probleme të ndryshme edhe në shkollimin, në edukimin më vonë, edhe në aftësitë e tyre të ndryshme, pra është shumë e rëndësishme që të dimë se si ti mësojmë fëmijët pra. Po gjithashtu ne duhet t'i ofrojmë mbështetje për fëmijët që të lënë duhanin. Ka fëmijë që duan ta lënë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe nëse fëmijë ka filluar të pi duhanin, prindit duhet ta mbështesin pa turpërim apo ndëshkim.
varësia është e vështirë për t'u kapërcyer dhe fëmijët kanë nevojë për inkurajim në vend të frikës. Pra, nuk bëhet me kritika, turpërim, dëshkim, okay? Por me bindje, me fakte shkencore, me histori, si që unë u prekë, që nëna ime më thotë historinë e jetës time që dikuj që në vogël ke vënë astma, që shka e tjera të merat. Edhe unë që atëre e lash duhanë dhe nuk e kam pirë, pavarësisht se babai im pinte duhanë, e lindë çdo 3 muaj, edhe pinte duhanë, dhe unë shembullin babai e kisha për duhanë, por të nëna ndikoj më shumë tek unë me historinë prekse, edhe unë që atëre kam vendosur që personalisht pra që në mos pi duhan më, dhe këtë gjë e them me fëmijët e mi dhe mundohem që këtë gjë të them me fëmijëve të tjerë të botës, sepse edhe shqiptaria, shoqëria, qyteti, gjithçka ka nevojë për njerëz të shëndetshëm. Ne nuk kemi nevojë për njerëz që kanë të dëmtuar trurin, kanë të dëmtuar zemrën, kanë të dëmtuar mushkrit, që kanë probleme shëndetësore. Ne nuk kemi nevojë për njerëz që janë me probleme shëndetësore, sepse një njeri që ka vuan ana shëndetësore fizike qoftë, këtë e pengon që të arsyetoj dhe të logjikoj edhe më mirë dhe sjell probleme të ndryshme pra edhe në shoqëri indirekt. Okej, po si mund të ndihmojmë prindrit fëmijët e tyre për të lënë duhanin? Gjeni burime ndryshme. Ndihmoni të kenë akses në terapi zëvendësuese të nikotinës, këshillim ose aplikacione për lënë duhanin. Pra gjeni burime nga më ndryshme se si mund të ndihmoni të lënë duhanin. Vendosni objektiva të vogla. Ndihmoni të zvogëlojnë pirjen e duhanit gradualisht, nëse lënja menjëhershme duket e vështirë. Ka disa njerëz që ku e lën me një herë ka vullnet fort e lën dhe po e thanë jo, pik, bum, e lën. Po ka disa të tjerë që edhe ku e thonë po e lash sot, pas 2 jave, 2 dire, 3 dire, 5 dire, e fillon pra. Por ne do të jemi të durueshëm, sepse shumë njerëz e kanë vështirë të lënë të heqin dorë nga varësitë dhe të çlirohesh nga varësitë është një udhëtim, është një proces. Për shumë njerëz shërimi është proces, nuk është brenda ditës. Po disa njerëz e kanë brenda ditës, e kuptoj, dhe mua më kanë ndodhur shumë miq që kanë thënë e kanë lënë, dhe okay, dhe e lënë. Më ka ndodhur që disa të tjerë që thonë e kanë lënë, por pas 5 ditësh prap fillojnë të pinë. Sepse kur le duhanin ndodh shumë gjëra dhe 5 ditë e para duhani janë shumë të rëndësishme. Për shembull, mjekët këshillojnë që duhet bësh 2 herë në ditë dush, duhet të hash fruta sa më shumë, duhet pish shumë ujë, sepse trupi ta kërkon të bësh me mornica, bësh me djers, e çka edhe trupi ta kërkon duar, duhet t'i gjesh duarve punë, si të thuash, u bësh ushtrime fizike, gjithçka se duart janë mësuar që të marrin duhanin, e gjithçka duhet të gjesh se si të menaxhosh streset, shqetësime, se si të gjesh kënaqësi, sepse shumë njerëz e pinë duhane për kënaqësi, e gjithçka sociale, ti do gjesh kënaqësi tjetër, zëvendësohet pra me një pjetë shëndetshme, me ujë duke pirë shumë, pra 5 ditë e para është shumë të rëndësishme. E ti do të luftosh me vullnet të fortë dhe me njerëz, me prindërit që mbështesin edhe që ndihmojnë. Dhe duke festuar sukseset, edhe përmirësimet e vogla duhet të njihen dhe të inkurajohen nga prindrit. Siguroheni pra fëmijën tuaj se nuk është vetëm, se ju do të esni me të në rrugëtimin e tij drejt një jete pa duhan. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Gjithashtu promovoni një stil jete të shëndetshme. Një alternativë e fortë ndaj pirjes së duhanit është të jetosh një jetë të shëndetshme dhe të plotësuar. Prindërit mund të ndihmojnë duke inkurajuar aktivitete që zvogëlojnë stresin, sjellin kënaqësi dhe ndërtojnë zakone të forta. Alternative të shëndetshme ndaj duhanit është për shembull ushtrimet fizike. Aktivitete fizike zvogëlojnë stresin dhe forcojnë trupin. Mund të ftosh për ecje, për pim, për sport e tjera të radhë, okay? Hobi është shumë rëndësishëm, muzika, arti ose shkrimi mund të jetë mënyra më fuqishme për të shprehur. Dhe ta zëvendësoj pirjen e duhanit me hobe të reja, me zhvillime të hobe, duke quar në përkurse, duke zhvilluar talentin e tjera të radhë. Gjithashtu duhet të mësojnë relaksimin, teknika si frymarrja thellë mund të zvogëlojnë dëshirat për duhan. Kur fëmijët shohin se kanë zgjedhje më të mira,
Duanit bëhet më pak tërheqëse dhe ne duhet t'ia tregojmë fëmijëve këtë gjë. Gjithashtu duhet të qëndroni të angazhuar dhe mbështetës. Flisni pra rregullisht, fëmijët ulëzojnë në marrëdhënie të forta. Ne duhet ta dimë këtë gjë dhe prindërit duhet të mbeten të angazhuar në jetën e tyre, duke kontrolluar dhe ofruar mbështetje fëmijëve, duke folur rregullisht për përvojat e tyre në shkollë dhe me miqt, duke monitoruar pra rrethën e tyre shoqëror, duke u siguruar që janë të rrethuar nga ndikime pozitive, duke qëndruar i durueshëm pra. Qëndroni të ndurueshëm, lënë Duanit, siç e tha, pra është proces dhe mund të ketë pengesa. Kur prindrit mbeten të pranishëm dhe mbështetës, fëmijët ndihen më të sigurt në zgjedhjet e tyre të shëndetshme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Okej, dhe si përfundim, prindrit kanë një ndikim të më të fortë. Prindrit kanë ndikim më nga çdo pjesë e shoqërisë, pra. Prindrit kanë ndikimin më të fortë ku bëhet fjalë për ndikimin e fëmijëve të tyre, për të shmangur pirjen e Duanit ose për të lënë varësinë ndaj tij. Ne si prindër duhet të fillojmë pra të bëjmë biseda më të hershme. Duhet fillojmë të bisedat herët, duke dhënë një shembull të fortë, duke mësuar si të përballojmë presionin e bashkëmoshatarëve, duke ofruar mbështetje dhe duke inkurajuar një stil jetese të shëndetshme. Prindrit mund të fuqizojnë fëmijët e tyre për të bërë zgjedhje të zgjuara dhe të shëndetshme për të ardhmen e tyre. Pra, le të angazhohemi për të krijuar një brez pa Duan, ku fëmijët rriten më të fortë, të informuar dhe të sigurt për të jetuar një jetë pa varësi. Dhe kjo është dëshira e çdo prindri, që ne të jetojmë me fëmijë që nuk kanë varësi.